Të nderuar miq radiosëngjallja, sot kemi udhëtuar me stafin e emisionit Shërbesa e Klerikëve të Kishës sonë të Shenjtë dhe kemi ardhur në Mitropolinë e Beratit. Jemi në Karavastan, në këtë kishë të mrekullueshme të Shën Thanasit. Patri një kishë e mrekullueshme këtu ku jemi. Jemi sot me Atë Mikaelin, i cili do na tregojë për këtë kishë, për këtë zonë, për historikun e saj, për këta besimtarë këtu që ndodhen pranë tij, që gjenden pranë gjithmonë në çdo vepër që ai përpiqet të bëjë për këtë komunitet kaq të bekuar këtu ku jemi. Ju ftojmë të na ndiqni në këtë emision të sotshëm dhe të shikoni dhe këtë mrekulli të madhe të ndërtuar nga komuniteti ortodoks i kësaj zone dhe ku kanë punuar dhe pikturuar dhe piktorët e famshëm vëllezër Qetiri të Grabovës. Dhe këtu të gjitha këto do t'i dëgjoni sot në këtë emision Shërbesa e Klerikëve tan me Atë Mikael Shulin. O Zot, dhirat e ty në jomë, o Zot. Të nderuar miq radiosëngjallja, kemi ardhur sot në Mitropolinë e Beratit, jemi në zonën e Karavastas, jemi momentalisht në kishën e Shën Athanasit, një kishë kryevepër dhe unë gjej rastin të ftoj të gjithë juve që nëse keni mundësi të vini qoftë edhe për pushime në Divjak gjatë verës, të vini ta vizitoni këtë vend këtu shumë afër nga Divjaka, pak kilometra, rruga është shumë e mirë asfaltuar dhe mund të vini këtu dhe të gjeni një kishë, të vizitoni një kishë madhështore, një kishë e cila prej shekush qëndron këtu, një kishë madhështore, siç e thash, por edhe me afreske ku kanë punuar edhe piktorët e famshëm vëllezër Qetiri të Grabovës dhe jemi këtu me klerikun e kësaj kishe që shërben, me klerikun përgjegjës, me Atë Mikael Shulin. Dhe realisht dua të falenderoj dhe në emrin tuaj për pritjen që na bëri këtu dhe i gatshëm për të na treguar për historikun, për këtë kishë madhështore që gjendet këtu, për gjithë të zonë që jemi këtu në Divjak dhe për gjithë shka tjetër, shërbesën e tij që kryen me këta banorë dhe me njerëzit, me popullin e tij shprestar. Pater Mikael, ju falenderojmë shumë për mikpritjen tuaj. Mirëserdhët. Edhe ne meziprisnim në fakt së bashku me stafin ton të vinim të vizitonim. Kishim dëgjuar shumë për këtë kishë, për kishën e Shën Athanasit, por para se të na tregosh për të, duam të dim diçka për historikun e kësaj zone. Shumë pak e njohin edhe dëgjuesit tanë në këtë zonë. Po, në radhë të parë faleminderit për vizitën. Është kënaqësia ime dhe duhet t'ju them që nuk është vetëm kjo kisha e Shën Thanasit e vetmja, po është varg kishash me distancë nga 1 kilometër njëra nga tjetra. Përveç Shën Thanasit kaq të bukur, kaq të mrekullueshëm, sa vërtet vetë Perëndia ka bekuar, kemi edhe kisha të tjera që quhet Shën Marina, që dikur në kohën e perandorëve të Romës përdore edhe si një mini port, quhet Pirgus, ai vend që është 5 km nga Shën Thanasi, ku jemi tani. Pastaj kemi Shën Dëmitrin, që ndodhet në mes të gjolit, sepse ka qenë kënet e gjithë zona këtej. Midis Shën Dëmitrit kemi Shën Kollin, po edhe në atë fshatin përmëtej, që dikur kanë ekzistuar gjoja ata të persekutorit ose të internuarit. Dhe pastaj midis vendit të Shën Nikolas kemi edhe 2 Shën e Premte, Shën e Premte e madhe dhe Shën e Premte e vogël. Por këto kanë qenë kisha më të vogla se sa kisha ku jemi tani Shën Thanasi jonë. Pastaj ngjitemi në Remas, është Shën Hill, shkojmë pak më tej që shkojmë aty afër Kodrës së Gurit, quhet Shën Koll, dhe Shën Maria në Babunj ose në Kodrën e vogël, që dikur sipas gojthanave thuan që janë varrosur edhe ushtarët e Skënderbeut në betejën e Savrës, e tregojnë historianët. Kjo që po u them është kisha e Shën Thanasit të Karavastas. Por në kohën filmbas luftës, në kohën që është çliruar vendi, kisha përdore edhe si vend lutjesh dhe faljesh, por edhe si një shkollë 2 vjeçare që mësonin fëmijët, prindrit tanë dhe të parët tanë, këtu kanë marrë mësimet e para të gjuhës shqipe. Kjo është pak a shumë me kaq sa na kanë treguar se gjatë shkollës kemi, po pak a shumë historiku i kishës Shën Thanasit Karavastas. Pater, si mundet që në një zonë të tillë të ndërtohet një kishë me përmasa të një katedrale, po themi sot, dhe
në një kishë që kanë punuar, po them, mjeshtrat më të mirë të kohës, ikonografët më të mëdhenj të kohës. Po, mendoj që popullsia ka qenë edhe më e madhe se sa sot në Kërvasta, mendoj që ka qenë kisha mem, dhe si rezultat i kësaj pune ka qenë nevojë, po gjithsesi ka qenë programuar nga etrit tanë ose nga kryepiskopët tanë, se ata e kanë dhe një mendim të tillë që ishte kaq madhështore. Dihet që edhe kontributi i fshatarëve ka qenë gjithmonë prezent. Po të shikojmë hajatet, të gjithë kjo tulla ka ardhur me qerë që nga Fieri dhe është ndërtuar, po kjo është ndërtuar në 67-ën, 68-ën. Që është bërë ky hajati, po këtu ka qenë dhe kambanore, këtu ka qenë me mafil, këtu ka qenë, kjo ka përdorur si që kemi në klasën e katekizmës, kjo është përdorur si shkollë, edhe katekizm, ipe edhe katekizm, po ipesh edhe mësime të gjuhës tonë, gjuhës shqipe, të shkollës tonë. Atë Mikaeli, në fakt në 1167-ën kisha të tjera u shkatëruan që më përmendet, ndërsa kisha këtu mbeti. Pse mbeti? Pse lanë? Besoj sepse edhe vlera monumentale ka patur dhe ka, edhe sa të kësaj dite kjo është monument kulture dhe ruaj nga shteti. Edhe shteti pa t'i lënë 2-3 kujdestar që mirëmarrin dhe nuk u përdor as për plera kimike, as për stallë bagëtish. Kështu që kjo është edhe një e vërtet që edhe shteti ka vendorë, ka patur dorën e vet. Kjo është. Atë Mikaeli, ju në fakt jeni ndër klerikët e parë të kishës sonë ortodokse. Mund na tregoni pak edhe për dëgjuesit tanë se si nisi ky udhëtim, po themi me Zotin, tani shërbeni në këtë kishë të mrekullueshme, në këtë zonë të bekuar me këta njerëz të mrekullueshëm gjithashtu. Po. Ardhja ime si klerik në këtë kishë ka ardhur si arsye sepse kanë qenë vitet 92-93, ishte emigracioni dhe iknin për në Kurbet, zakonisht në Greqi. Mos i kisha ikur 2-3 herë, realisht mua më çfaq në ëndër Jezu Krishti. Edhe më tha nuk do ikësh në Kurbet, dhe është e vërtet kjo. Edhe fill mbas asaj dite ka ardhur një koordinator nga Tirana, për ca ditë pritesh edhe kryepiskopi Anastas në Tiranë. Edhe më tha mua, nëse e ke shkollën e mesme dhe ke dëshirë dhe ke qef, mund të vish të marrësh pjesë në shkollë, do hapet një shkollë. Edhe vajtëm në Tiranë, u paraqitëm tek Arbana fillimisht, dhe atje nisëm studimet e para. Në çfarë viti ka qenë babu? 94 duhet të 94 shkolla. 94 ka qenë. Pastaj erdhëm në Durrës, përdor hoteli si shkollë, dhe aty e mbylla 3 vjeçaren që ato nisëm, morën gradën e dhjakut. U veshë që ku ishit në studime? Po, vit fundit. Javë fundit ka qenë edhe konkretisht ka qenë për shemb për kop, janë që ato nisur lart të kodat e liçenit artificial. Pastaj pritu bara të kisha 21 aty u që ato nisa. Po, kjo është. Edhe prej sa vitesh tani shërbeni si klerik, papo? Tani, si kemi mbush pas 30 vjet, po 27 vjet. 27 vite si klerik. 27 vjet. Në fakt, pater, kjo kishë nështrua një restaurimi total. Po. Dhe sigurisht do të shprehim dhe mirënjohje edhe të gjithë atyre që e realizuan këtë gjë, po çfarë ku ndërhyr papo, çfarë u bë këtu për kishën? Këtu u ndërhyr në dysheme, sepse këtu ka qenë vetëm pluhur dhe moçalishte. U shtrua me këtë tullën e kuqe. Edhe këtu pak donin ti ndronin edhe destinacionin, donin ta thoshin kisha e kuqe, po ne i thoshim para Shantanasit nuk mund dalin. Gjithsesi pati egoizma, por e vërteta është që ndihma e madhe që Rion Braçës, deputeti i zonës, bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, nxorën një fond, bëna u restaurua dhe ja ku është sot është mrekulli. Dhe sot është e ruajtur mirë patë? Është siç e shikoni edhe vetë nga afër gjendjen e kësaj. Po është një gjë shumë e mrekullueshme, shumë e Tani patër gjatë bisedës që ishim para se të fillonim me këtë intervistë së bashku, më treguat që është çdo ditë hapur. Në lidhje me shërbesat patër, në lidhje me katekizmin që kryhet këtu në kishë. Përveç katekizmës që bëhet, përdoret për shërbesat e rëndomta të ditëve që kemi ne, të shenjave tona. Përveç kësaj, pastaj dihet që e diela është më e madhe dhe më madhështore sepse kryhet për çdo diel kryhet me shvinore, liturgjia jonë e shenjtë. Dhe pak zime, po kuptohet që njerëzit janë larguar edhe shumë pak. Kemi 2 vjet gati, kemi gati për të pagëzuar ato katekistët, po si kemi pagëzuar akoma, në ditë të ardhshme kemi bekimin e Perëndisë do t'i pagëzojmë. Kemi njerëz. Po e kam parë edhe katekizëm bëhet këtu nga Virgjili. Po, kam dëgjuar. Është shumë korrekt, Virgjili është bashkëpunëtor i mirë. Virgjili është djalë personal. Ndihmon edhe shërbeni bashkë shumë pa paskar. Patër po për këto kishat e tjera.
Që janë të rënuara, kanë interes besimtarët të ofrojnë, Shiko. sepse kam dëgjuar që në këtë zonë kanë bërë dhe besimtarë ofrime, kanë ndërtuar dhe kisha. Ka shumë shprestar dhe besimtarë që marrin pjesë, vinë marrin qerin këtu se ne ulem diçka qerin atje, po vinë edhe ndezin, po më të paktën sepse thjesht vetëm një faltore e vogël. Në çdo vend shenjtë kemi bën një faltore të vogël. Po të keni mundësi mund të filmoni, mund të shkoni të shikoni vetë me nga afër. Njëra më e bukur është tek Shën Marina, që i themi ne atje që ku ka qenë dikur miniport. Ajo është më e bukur, është punon me gurë, e vogël po e bukur, e mirë. Edhe të tjerat pastaj janë thjesht vetëm sa për të ndezë një qeri. Janë si vende që i din njerëzit që kanë qenë. Vend më njerëzit. Nëse s'vin dot tu tek kisha mem të zonës që janë këtej poshtë, vjen atje në të tjerët vjen këtu të Shëmhilli, në Remas. Patër besimtarët u gjenden pranë, u ndihmojnë për këto kur keni nisma për kishën, interesohen. E vërteta është që sa herë kemi kërkuar në një ndihmë të vogël, atë brenda mundësive sepse edhe zona brenda mundësive ka njerëz që kontribuojnë. Dhe i shikoni patër që komunitetin këtu u gjendet pranë, janë të interesuar si etrit e tyre që i ndërtuan realisht to kisha. Të paktën Karavastaja 95% është e krishterë ortodoks. Gjithsesi edhe muslimanët janë shumë besimtarë dhe marrin pjesë në lidhje. Edhe ka një shkuarje shumë të mirë, ka një harmoni shumë të mirë, pa diskutuar fare. Është i vetmi zonë që s'ka probleme fare. Edhe policia e zonës kur vjen këtej thotë i vetmi vend që nuk na ka ha probleme. Është e vërtetë, është e bekur kjo. Patjetër. Është e vërtetë. Me këto kisha, me këto vende e kështu, vendi ishim mrekullueshëm. Edhe patër po familja u mbështet patër në këtë punë që bëni. Po normale. Fëmijët tuaj patër. Për ta pastruar këtë pastron vetëm për tresha ime. Por edhe fëmijët i kanë të larguar, po marrin. Normale që jemi familjerisht gati këtu. Unë dhe Virgjili marrim pjesë gati familjerisht. Këtu në këtë kishë. Në këtë kishë në Karavastac, Shanthanas. Mirë patër, ne gëzohemi shumë që erdhëm sot, u takuam edhe vizituam me këtë kishë të mrekullueshme, thash këto kisha të cilat kanë shërbyer si spitale shpirtërore, kanë shërbyer si vende ku të parë tanë kanë marrë dijen e tyre, kanë mësuar shkrime, kanë ndihmë në këto vende këtu patër. Prandaj u bëj thirrje sërish që të gjithëve që kanë mundësi të vinë ta vizitojnë këtë kishë, pse jo t'i drejtojnë në lutje e Zotit, t'i drejtojnë lutje Shën Thanasit, të ndërmjetësoj tek Zoti Krisht në qiejt për familjet e tyre, për fëmijët e tyre. Janë vende të bekuara miqësimi të cilat realisht ne duhet të njohim dhe prandaj ky është qëllimi i këtij emisioni që ne bëjmë, t'u sjellim tek ju të gjitha këto vlera të mëdha shpirtërore të kishave tona gjatë shekujve. Atë Mikaeli, në fakt është mirë që na tregoni diçka edhe për, meqense më përmendet për shkatrimin e kishave të tjera që u bën në 1967, në atë vit e errët të historisë së këtij vendi, dhe lutemi të mos përsëritet më ajo. Si shpëtoi edhe kisha këtu e Shën Thanasit? Këtu erdhën vullnetarët që ndërtonin në Hekurudën në Lushnjë e Fier. Ata vinin me program, se e kishte të programuar. Gjithsesi, dha Zoti disa shenja, sepse tek Shënkolli që është pak më poshtë, që përmendëm edhe më përpara, gjatë shkatrimit atje u dëmtuan 3-4 persona dhe njerëzit u friksuan, dhe kjo ishte arsye që njerëzit pastaj edhe besimtarët e fshatit Karavastac i dolën për Zot dhe nuk e lanë dhe i mbijetoi kohës. Kjo është e vërteta. Edhe lavdi Zotit. Zoti i dha shenjën e vet, ata e panë me sytë e tyre edhe u larguan. Jo hapi Zoti u. Në fakt patër shumë ngjarje, shumë histori, po dalin në sipërfaqe këto kohë të fundit në një kishë ku kishin tentuar edhe për ta shkatëruar e nuk kishin mundur dot, por edhe kur ishim me Atilian Kruti na tregoi se si vendi i shenjtë ku ishte aty që tashi besimtarët kishin ndërtuar kishën e kryëngjëve atje. Gjatë kohës komunizmit shkonin për ta punuar atë vend atje dhe nuk mundeshin dot ta punonin. Pra janë vende që kanë ndodhur shumë mrekullira patër, të cilat bën të mundur ruajtjen dhe këtyre dhe mos shkatrimin përfundimtar dhe humbjen përfundimtare të këtyre, eliminimin e këtyre vendeve, të cilat ne sot kemi mundësi të njohim, dhe sot besimtarët kanë mundësi që t'i ringrenë, t'i restaurojnë, t'i ndërtojnë, dhe ne patër shpresojmë që të rindërtohen sërish të gjitha ato kisha të bukura që më përmendet edhe gjatë bisedës suaj. Edhe unë prandaj them dhe të gjithë ne duhet të themi të falenderojmë Perëndin, sepse ajo e mundsoi këtë veprim, sepse
Në 10 kisha një i kam jetuar kësaj zona këtu, se nga ajo fjalë që u thash ke në fillim, që nga Pirgosi ose nga Shën Marina deri tek Shën Maria, këtu janë 10 kisha. Në 10 kisha i mbi jetoj Shën Thanasi i Kravastas. Fati mirë. Do shta patër tu bëjmë edhe një thirrje dhe të gjithë atyre banorëve të cilët sot mund të larguar nga kjo zonë. Po. Atyre të dikush mund të ketë shkuar në kryeqytet, në emigracion, tu bëjmë thirrje që të interesohen me atë Mikaelin dhe pse jo të interesohen për kishat e fisit të tyre, sepse kështu kanë qenë të ndara në atë kohë patër, dhe të gjejnë mundësira të restaurojnë kishat e tyre në të gjithë këtë zonë kaq të bekuar ku jemi këtu, se realisht është një zonë e mrekullueshme ku jemi. Po. Të nderuar dëgjues Radio Singjallja, këtu po e mbyllim edhe këtë intervistën tonë me Atë Mikael Shulin dhe gjithmonë mbetemi me ftesën tuaj për ta vizituar. Atë Mikaeli më tregoi që janë shumë turistë përpara se të ndodhte edhe pandemia, të cilët vinin dhe vizitonin këtë kishë dhe unë shpresoj që do të rikthehen sërish jo vetëm besimtarët, por edhe turistët e shumë që vizitojnë këtë zonë, sidomos Divjakën edhe këtë zonë ku jemi, për të ardhur këtu të ndezin një qeri të bëjnë një lutje drejtuar Zotit, drejtuar Shënmërisë së bekuar. Faleminderit për të gjitha. Faleminderit edhe ju. Faleminderit dhe bekimin e Perëndisë pashën të gjithë. Të nderuar miq Radio Singjallja, jemi dhe me ikonografin Zotin Virgjil, i cili është nga kjo zonë, pra jemi këtu në Karavasta, i cili ka njohuri mjaft të mirë të ikonografisë dhe meqense edhe neve në gjatë bisedës me Atë Mikaelin treguam dhe theksuam për rëndësinë e madhe të ikonografisë që ka kjo kishë, Virgjili do na tregoj diçka më tepër rreth gjithë kësaj ikonografie që gjendet këtu në këtë kishë. Po. Kisha i përket pra vitit 1781 dhe ikonografët që kanë punuar në këtë kishë janë 2 vëllezrit Grabovar nga Korça dikushme që kishte domethënë shumë ikonograf të mirëfillt, ishin vëllezrit Joan dhe Gjergj Katri. Ikonografia që është paraqitur këtu është e ritit bizantin, është një ikonografi mjaft e pasur me ilustrime nga Bibla, nga shkrimi i shenjtë. Edhe pamjet tregojnë qartë, domethënë, sa e freskët është ende ikonografia e para 300 vjetëve. Është ruajtur me kujdes nga komuniteti jonë. Virgjil, këtu në fakt jemi në hyrje të kishës dhe këtu çfarë kemi këtu? Këtu kemi paraqitjen e gjykimit të fundit nga shkrimi i shenjtë. Në qendër kemi shenjtorin e kishës, pra Shën Athanasin, dhe në të djathtë të saj paraqitet ferri sipas shkrimit të shenjtë dhe nga e majta është parajsa, domethënë shenjtorët. Siç jemi kështu, sepse realisht ato në të djathtë parajsa, në të majtë është ferri. Po. Por siç jemi në këtë pozicion ku jemi këtu. Tregohet nga ana. Pra është e veçantë kjo. Kjo është e veçantë, është e veçantë. Edhe këtu vazhdojmë brenda, Virgjil. Është e gjitha e ikonografisur, të nderuar miq të Radio Singjallja. Gjitha kisha është e pikturuar me një pikturë të jashtëzakonshme, sidomos mbas restaurimit. Radha e parë kemi shenjtorët e kishës sonë, kemi martirë, dëshmorë, dhe radhën e dytë kemi krijimin e botës, pra fillon që nga krijimi i Adamit, Evës dhe njerëzve të parë, dhe në sipër fare në katën e tretë, domethënë radhën e tretë kemi vjetën e re. Paraqitet që nga lindja e shpëtimtarit tonë, Zotit Jezu Krisht, deri në ngjalljen e tij. Ikonografia është ruajtur me shumë kujdes, siç e shikoni. Ka një kolori të shumtë, ngjyrash. Dhe e veçanta kësaj është se është punuar nga ikonografët me shumë mjeshtri. Po të shikojmë këtu brenda, kemi edhe nga hierore. Këtu jemi në hierore, Virgjili. Po, këtu jemi në hierore. Siç e shikojmë, kemi këtu në kube, kemi të tërshenjtën zonën Shën Mari, bashkë me Zotin tonë Jezu Krisht Fëmijë. Paraqitur me 2 serafim në të majtë dhe në të djathtë. Pastaj kemi poshtë, në radhën e dytë kemi darkën mistike pra të Zotit tonë Jezu Krisht me apostujt. Më poshtë akoma në radhën e parë kemi disa shenjtorë të ndryshëm. Ky është stili që ata ikonografët kanë përdorur në ajodhim.
Është e veçantë, është unike kjo në Shqipëri, Virgjili? Është Kjo e kishë? veçantë sepse të pakta janë kishat, të shumë të pakta që janë përdorur në këtë me këtë lloj stili dhe me këtë mjeshtri që janë pikturuar ikonat afresit. Gjatë restaurimit, si u nxorën në pah? Kush punoi këtu, Virgjil? Këtu ka punuar një mjeshtër i njohur, Mustafa Arapi, edhe me shumë kujdes i ka pastruar nga plurat, nga shumë papastërti ikonat dhe ato dolën në pah, dolën shumë qartë, ashtu siç edhe duken tani. Virgjil, më bie në sy edhe tavani i punuar me kaq mjeshtri dhe tavani. Po është shumë i bukur edhe tavani, është punuar nga punëtorët e asaj kohe, edhe është pikturuar, si të shikojmë edhe ato figurat e të lartë, ato lulet, ato kubet. I ka rezistuar kohës, qëndron, me sa duket druri që është përdorur është shumë i fortë. Përse duhet Virgjili të vi dikush që të vizitoj përveç anës shpirtërore, themi? Përveç anës shpirtërore që këtu gjen edhe paqe dhe ngrohtësi në shpirt, edhe qetësi shpirtërore. Shumë vizitorë vinë her pas here dhe vizitojnë kishën, habiten, çuditen me ikonografinë sidomos, edhe me formën që ka kisha, edhe largohen të kënaqur me mbresa. Pasuri kaq të mëdha që kemi në vendin tonë, Virgjili. Përveç sa është pasuri shpirtërore nga ana fetare, pra është edhe pasuri kombëtare, sepse me këto Shqipëria njihet edhe në botë. Më tregoi atë Mikaeli kur vinë turistët, sidomos francezët, vinë me një mahnite nga kur shikojnë këtë kishë. Po, është vërtet, shumë turistë francezë vinë, edhe ngelen të habitur nga ikonografia që është përdorur këtu me mjeshtri shumë të madhe. O Zotë,